Shumë. Miq, ju përshëndesim, është hera jonë e fundit, se tani nuk ka ç'a bëjmë dhe ç'a themi më tjetër për këtë vit. Po mos i zgjidhëm gjithë tani ç'a me Belindë Sa net, mrena, sa Merion shok, Velie sa mrena, net, Edi sa Rama ka shok. rrallën shumë shpejt e doli thallat atë deklaratën e fundit për fund vitin, urimet e me dha shumësinë e tjera, jo s'do ketë më para cash, do ketë vetë digjitale dhe do të çojë Shqipërinë drejt të BE-s në 2030. Po kush ju thotë juve që Shqipëria shkon drejt BE-s me para digjitale? Po Edi Rama thotë çdo ditë. Ne në Vlorë Po për shembull kishte Edi javë Ra- që s'kishte Edi- ujë, ai këtej vazhdon dhe thoshte Edi Rama është politikisht i vdekur i pakallur. mbaroi edhe ai Politikisht i vdekur. Tash shikoj këtu. Pushteti politik normalisht në një vend demokratik varet nga mbështetja popullore. Dakor, se kështu prandaj quhet Po, demokracia. atë e ka, mbështetja popullore e ka. Dhe mbështetja popullore për një person i totalisht inkriminuar nuk bën gjë tjetër veçse tregon kalbëzimin total të Shqipërisë të shoqërisë shqiptare. Kupton? Ju mos kujtoni se në Europë do të rrini indiferent ndaj kësaj gjendje. Që deri tash është mbuluar me 1000 lloj poshtërsirash nga liderët atje, Po? se marrin këtu ata. Marrin çaju do qef. Madje Prandaj çfarë- vini raj shpatullat aty. Madje po më vjen Po- mirë se në disa tavorine që ulem bien dakord me atë se çka ke thënë ti para një viti për Unë pushtimin kam- e italianëve këtu në Shqipëri. Ti ke vite që thua, Unë po kam them mbi 15 tek vjetor kombë, të çun tek minimalisht që i them. Dhe të gjitha ato që kam thënë unë pa absolutisht asnjë Po ma përjashtim thonin thotë, të tëra në kufi kanë është më dalë. shumë ka autoritet të policisë italian se sa Sigurisht do po nuk shqiptar. diskutohet. Gjithë ato se çka Kjo ke s'bë, thënë ti, kjo asgjë bëhet fjalë fare. E thon, Këta- Angel, tani Këta janë munduar të krijojnë, domethënë italianët janë munduar të futen këtu po për dy arsye. Jo vetëm për shkak të një historiku me të vërtet kriminal të shtetit italian kundër shtetit shqiptar. Gjithmonë ka qenë tendenca që shteti italian ta nënshtrojë shtetin shqiptar dhe ta shfrytëzojë me të reformat, domethënë praktikisht ta kolonizojë, ha? por edhe për faktin që italianët kanë një hall të madh. Ata nuk duan që të merret e vesh e vërteta se ç'a ndodh midis shqiptarëve dhe italianëve, sidomos me mua. Do thoshti pse me mua, sepse përbën tradhti. Jo për jo se është Angeli, po se veprimi i tyre është tradhti. Tradhti kundër vetë italianëve, kundër vetë europianëve. Që Edhe po praktikisht italianët vjetë, sigurisht për popullin italian. po sigurisht Ata se çka janë pushtetet po sigurisht politikanë po sigurisht nuk diskutohet e. Ajka. Ashtu dhe. Dhe në një Për sa vitesh e një dhe shkjo që mbi 20 vjet. mbi 20 Po, po, vite. 24 vjet, që ata vazhdojnë këtë lloj marrëdhënie, që çdo ditë ata mundohen të korruptojnë një njerëz që merr vesh të vërtetën. Po, Dhe kanë bërë tash korrupsion masiv në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë. Po, ai që e ka krijuar gjithë të keqe, domethënë kush është një Nicolas Sarkozy. Sarkozy, I a? pari, Pari, i pari. Pastaj kanë vazhduar të tjerë për shkak të influencës së tij. Po. Me atë idenë idiote se sot nesër do të mbyllet goja këtij dhe ky problem mbaron dhe ne vazhdojmë jetën normale. Po. Kjo nuk ka ndodhur dhe çka ka ndodhur? Ka ndodhur me e keqja. E kundër, zinxhiri domethënë me keqja Zinxhiri është bërë akoma më madh, korruptimit, është i për hapur më krimit, shumë derisa kanë arritur edhe në Shqipëri e shtete të tjera. I shantazhimit pastaj nga fuqitë të huaja të tjera të tjera. Po kaq Dhe që kishin ky Sarkozy, kaq. Shiko, në radhë të parë mos harroni që Franca ka qenë me të vërtetë një nga superfuqitë. Patjetër. Ashtu. Franca ka pasur një numër shumë të madh kolonish, i ka mbajtur për një kohë me shekuj të nështruar, ka ushtruar ndikimin e tyre, ka vend, ka hequr qeveri, e kupton njësoj siç bën në Shqipëri e tjera e tjera. Ka pasuri të mëdha vetë Franca, ka shfrytzuar pasuritë jashtëzakonshme të vendeve afrikane sidomos, po edhe në vende të tjera të botës. Ka një industri jashtëzakonisht të zhvilluar, ka një shoqëri jashtëzakonisht aktive, Po. e kupton? Dhe Nicolas Sarkozy ka qenë jashtëzakonisht i votuar. Fillimisht. Deri atje sa në vitet e para të pushtetit quante veten le super président. Super presidenti, e kupton? Dhe i ran pendët si këti. Ku ishte ky para 6 muajsh? Ky para 6 muajsh sundonte sheshin e sundonte botën kamerat. Edi Ramën të parin
Se janë shenja këto, janë gjitha mesazhe, Jo, ku ishte para 6 muaj? Ky pretendonte se sundonte Po pa i qartë, po arenën. sot ku është sot, domethënë sot nuk është më, domethënë janë mesazhe këto. Jo, e bëra unë të E qartë. e thjesht fare. Unë i bëra botën dhe autoritetet shqiptare të mësojnë se kush është e vërteta e këtij. E vërteta e këtij është krimi. Ai është njeri që shantazhon dhe shantazhohet, korrupton dhe korruptohet, që përdor shtetin për interesa personale. E jo, për të bërë një përmbledhje tani për 2025-ën, si të zhdukur kjo? Dal ta bëjmë çik 2025-ën çik shumë. Ndryshe se unë të thash dje dhe thash edhe radhën e parë, unë dua që gjërat të jenë të sakta. Patjetër, je Pa gjithmonë. hije dyshimesh kështu, jo e tha kështu, po e tha ashtu. Je shumë korrekt. Unë kam thënë që pjesa më e madhe, për të mos thënë gati 100%, e prokurorëve dhe gjyqtarëve Pra për atë lajmin, për atë videon e fundit që kemi bërë për lajmin për prokuror gjykatësit, që kërkojnë domethënë të rritin pagat që Cekull e Rama vetë në janë falimin të e fundit. korruptuar, kam thënë unë. Tashi duhet të bëjmë një specifikim, një dallim midis cave dhe cave. Ndryshe është të marrësh para sepse ashtu e vjen situata, apo për natyrën e shqiptarëve që kanë më të lehtë ta zgjidhin gjën me rishfet se sa me ligj, dhe ata kanë përfituar. Kjo është njëra kategori. Dhe është ajo e përgjithshme. Po ka një kategori tjetër për të cilin unë kam vënë theksin edhe radhën e parë. Që janë ata që nuk e kanë thjesht emrin të korruptuar. Ata janë bandit të mirëfill. Janë kriminal të mirëfill. Që e bëjnë kështu pas e fare. Jo, ata kërkojnë para, troç. Ata kërkojnë para dhe nëse nuk ju jep para edhe të vrasin. Edhe të vrasin. Po. Prokurorë gjykatës? Po, prokurorë gjykatës që kanë nxitur skuadra të tëra njerëzish për të vrarë. Ka të fuqishëm? Ka të fuqishëm. Ka psikopat. Ka ndodhur kjo? Ka ndodhur. Prokurorët e gjykatës ka ndodhur. Qa kujtove ti se ishte ajo që bën ata para 5 vjetësh kundër meje? Që morën zvar nga komisariati. Ata kanë tentuar kush e disa herë të më elmojnë mua. Po? Qa është kjo? Ata edhe po vrasin dhe unë ju siguroj, unë vetë. Dhe po t'i vjesha e timit sot, ju siguroj që vrasja në Rinës ka qenë një sinjal kundër gjyqtarëve që të mos guxojnë të marrin vendime si thot ligji, po si duan ata. Ka një skuadër të tërë njerëzish që veprojnë brenda gjykatave. Dhe nuk janë njerëz të krimit, njerëz të rrugës, po janë njerëz të vetë sistemit. Janë magjistrat, gjyqtar dhe prokuror që rinë hije të një grupi tjetër që është pjesë e përzier midis policisë, domethënë segmenteve të policisë dhe sidomos të shërbimit informativ, që bëjnë vrasje që praktikisht ai, siç e kanë thënë dhe të tjerë. Akti i Rinës ishte akt i pastër terrorist, akt kundër shtetit, për ta gjynjëzuar gjykatën. Se ka lidhje me këtë për të dhënë mesazh 100%. Sepse prokurorët dhe gjykatësit janë më të fuqishëm sa politikanët që themi ne herë pas here ky politikan. Dëgjore, mos u bëni fare juve, gjykatësi ka fuqi vendimmarrëse. Çfarë është një politikan përpara një gjykatësi? Asgjë. Se Rama ki felimi i fundit ndoshta ka dhënë mesazhe tyre se foli xha për ata. I tronditi, madje foli edhe për këtë lajmin që ne e diskutuam atë ditë te kjo video, që ato kërkojnë kushte më të mira, paga më të mira. Shiko, kemi të rënë Çekiçi tha me bëj gjykatësi tha bëj gjyqësi tha pjesës për të kërkuar rritjen e rrotave. Tani dëgjojnë çiktu. Jo, ndoshta i do të po ti godiste, por i goditi me penë të lehta fare. Edi Rama nuk është një kafshat e lehtë sa për dini. Jo, nuk është. Në kuptimin që nuk është fare kështu si nxjerr mllofka Sali Berisha. Edi Rama në përgjithësi e ka mendimin secili është në rolin e vet. Po, e ka mendimin të përpunuar dhe në përgjithësi të bazuar mbi informacione përgjithsisht të sakta. Sepse që të nxjerrësh një konkluzion, që të bësh një analizë, çdo analizë varet mbi informacione. Sa më shumë informacion të kesh, sa më të detajuar të kesh, aq më shumë ke aftësinë për të mbritur një konkluzion të saktë, për të bërë një analizë siç duhet. Në këtë kuptim, Edi Rama i ka ca të drejta. Ai spaku nuk është ashtu siç e din shqiptarët. Fare. Unë kam dëgjuar pardije, domethënë dije, po intervista ka qenë e pardijshme.
këtyre më të bukurve të Shqipërisë, analistëve, te Erla Milli, dhe midis të tjerave, këta kanë broçkullitur atje çfarë nuk kanë thënë, midis të tjerave duke shpallur me shkronja të arta se Spaku, po, Altin Dumani dhe Spaku kanë bërë namin. Dhe do bëjnë akoma më tepër namin vitin që vjen. Me Claudian Brown, po. Me Claudian Brown. Dhe mbi të gjitha, vetë ky njeriu, vetë ky mi bukur i analizëve shqiptar, Karamuço, që ka lidhje të drejtë për drejta me Spakun, dhe midis të tjerave ai praktikisht pranon atë që unë e them prej kohësh që grabitja më e madhe e shqiptarëve është nafta. Ja thotë edhe ai, Po, e tha dhe shkoqë fare. Mirë. Ose natyrisht aty janë vjedhur jo më pak se 10 miliard dollar edhe do vazhdojnë të vjedhin. E ngre zërin edhe ai për të, E tha ai dhe tha që ka një të gjithë me ne. Që Spaku i është futur në themel kësaj dhe do ta çojë deri në shterim. Sepse po ky nga i di këto gjona që ti shkoj deri në fund Spaku. Po ja thonë ata vetëm kështu. Se ky është i infiltruar aty më hena. Ai është pjesë e atyre. Ai është ekspert. Është i brendshëm apo i jashtëm? Është i brendshëm. I brendshëm i jashtëm si duash ti. Ai ka lidhje drejt për drejta me ata. Me Tiranën jo, Ai ka lidhje edhe me amerikanët. Atje është teksi. Që amerikanët po bëjnë namin. Amerikanët janë ai dutrit e Al Petrolit. Të gjithë atë proces për të kaluar naftën shqiptare nga një pasuri kombëtare në një pasuri private e nisën amerikanët me zarin e tyre Rezartaçin. Nuk i doli gjë te Rezartaçi, e kaluan prapë në duar të tjera dhe i kanë vjedhur vetë. Dhe unë do kërkoj, siç po e kërkoj publikisht këtu, do kërkoj që ajo lista e të gjithë personave që kanë përfituar, janë 43 veta në mos më gaboj, jo 8 politikanë më thënë tash, drejtorishe, ministra e tjera, ajo të botohet, të bëhet publike. Një dhe dyta, do të bëhet publike emrat e përfituesve të parave që banka Raiffeisen për llogari të bankës Petroleum i ka përcjell në Vjenë. Apo kudo që i ka përcjell. Në llogaritë të tjera bankare. Emrat e përfituesve fundor duhet të zbardhen se zbardhen. Dakor? Me Do të marrin lekët shëntez më shëntez, gjitha. Ora unë do t'ja marr kokër më kokër se janë të mijat. Për ato që janë të mijat. Për ato që janë të shtetit, janë të shtetit. Ty të shohim mirë, si ndoshta. Dhe të gjithë këta njerëz duan të na mbushin mendin se Spaku po bën namin. Do t'ju me themeli kësaj. Dhe kush është prokurorja? Tani në radhë të parë një ke parasysh që ky hetim, sido që tjetë, drejtohet nga Kreu, domethënë nga Claudian Brown, po, prokurori. Një super minus aty. Dhe tjetra, prokuroria që të paktën me sa dëgjova unë, që njëra nga prokurorët që po e kanë dorë këtë hetim, është Anita Jella. E di kush është Anita Jella? E kena përmend si emër. Anita Jella ka qenë drejtuese deri para 2 vjetësh e prokurorisë së Durrësit. Do të gjitha maskarallëqit që ka bërë Anita Jella, mendimin e Agasit e të tjerëve kanë dorën e Anita Jellës brenda. Ajo është. Të tëra kallëzimet që unë ja çoja Spakut, Spaku ja përcillte Anita Jellës, Anita Jella i vinte vizë. Edhe pikërisht për këtë arsye e morën aty. Po njëra skem pra siç bëjnë me të gjitha, përdoren Brown tani e çojnë aty tani ngrin lart. Po. E njëjta skem. Domethënë Spaku, që do të skem tjetër kurse ngelet ora në sy kështu. Spaku në sytë e mi që kam prova në dorë, e kupton? Po. Hapni provat, hapni gjithë dokumentacionin, qitër po e përsëris prapë, le të hapin ata ekranet e mëdha, qofse Erla Milli atje, le t'i hapim atje, shikoni firmat e Anita Jellës. Anita Jella ka marrë në mbrojtje atë, domethënë inceneratorët. Sepse pjesë e atij hetimi ka qenë Mariola Mërtiri, domethënë kunata e Mirel Mërtirit. Ka qenë familje, ata kanë vjedhur në familje. Dhe tenderin e kanë marrë pikërisht që mos u ngopshin, mos e hongshi vjelin e vitit të ri. Jo këtu dhe parat mos e hongshin, mos e hongshin. Këto tenderat ja u jep qeveria pikërisht. I pul fushës e blen dot. Gjëndi, këto tendera ja u jep qeveria që ata të vjedhin lishëm dhe të mbyllin gojën. Ka që thjesht. E njëjta gjë ka ndodhur me bankers.
atë që nuk e fituan dot në kohën e Sali Berishës, e fshehen para, e futën nga ana tjetër, ja u dhan kinezëve sepse kinezët i shantazhuan. Diskutoni se njerëzit flenë. Jo, këtu flenë, këtu pa diskutim që flenë. Jo, këtu A nuk flenë ato që vjedhin, që Po, pra, gabisin, që korruptojnë, që na pinë gjakun ne. ata që vjedhin- Ato po shumohen më shumë. ata që vjedhin Po shumohen, po marrin jo, dhe nga ne, nga pjesa jo, nga njerëzit tanë, po i marrin, po i fuzin, po ato që janë ata që vjedhin edhe hanet keqen. ata që vjedhin edhe në datën 32 dhjetor. Edhe me 32 Edhe dhjetor. 32 dhjetor ata vjedhin. Se ka Mas i problem. kanë hungur gjellë në det. Ë? Edhe në orën 25 të natës. Ata vjedhin, se ka problem. Sepse për të vjedhur ka kohë të bollshme. Nësa kur ti kërkon gjën tënde, apo kur gjëja duhet t'i kthehet publikut dhe t'i kthehet shtetit shqiptar, ata janë në gjumë, kanë pushim. Qa beri para në kohën e Krishtlindjeve, pushim gjithë java. Po. Pse? Nga i nxjerrë, nga ku i gjeti ai të drejtën që të shtoj ditë pushimi për administratën, ndërkohë që me ligj nuk është ditë pushimi. Nga i gjen ai? Ka qenë, si e po ligjin e? Po gjen ai? Si nuk ka vërë. Ha? Ligji do ndorën e maligjit? Edhe këta oqën një maliq e vun 50 maliq të tjerë. 500 maliq të tjerë. Këtë vlerësoj si ngjarjen më të bujshme nga temat që flasim ne, nuk flasim për temat që kemi folni për një vit, cilën do vlerësoj ti ose ato që kanë ndodhur përse përket pjesës drejtësisë, politikës, spakut, gjykatave, BKH-s, Dëgjoni, Amerikanëve, dëgjoni një çiftë. Ti e di që unë pak a shumë i shajt i gjithë. Ti nuk Po isha brenda sharjes ka mirësi brenda. ka shumë mburje brenda. Dëgjoni, ka shumë mburje. Për shembull, unë kam shart gazetarët, mbar, e di ti, bile edhe me emra. Po s'duam këto fakte i bien ata. Se mund ndodhe që mos i dini fare. Po kjo është ajo i pikë vogël që lejohet të flitet, jo të lejohet të flitet. Mirë, pavarësisht si thon të tëra ata. Ti po bëni punë shumë të madhe nga ajo se çka jepet në. Jo, s'ka rëndësi, megjithatë unë pa kontributin e tyre do ta kisha shumë të vështirë. E kupton? Kështu e kam goxha më të lehtë. Sepse janë fakte dhe me ligj, një fakt i bërë publik, i njohur botërisht, nuk ka nevojë të vërtetohet në gjykatë. Kupton? Të kuptova. Se thot ligji këtë, se them unë. Domethënë këta japin një kontribut të çmuar. Po, okay. Edhe ata të spakut, pavarësisht se mundohen t'i bëjnë gjërat sprapsi, po prap diçka bëjnë. Pra, edhe kur nisi për Elbasan edhe për Durrës, diçka lën rrugës edhe. Prap vjen edhe në Kavaj atë. Vjen edhe në Kavaj. Vjen edhe në Berat. Ti je i sigurt. Pavarësisht se ku nisi. Në Kavaj e hoqi prokuroria që ka. Dhe prandaj të kam thënë unë ty që këta kur veprojnë dhe mundohen të na hedhin, ne prap do t'i detyrojmë që ata të mos na hedhin dot. Cila është ajo? Atëre, megjithatë duhet të thënë ajo kryesorja që unë më duket se e thash pak më parë, tendenca e spakut apo objektivi i tij është që të legalizoj vjedhjen. Do merrni pastaj legalizimin e vjedhjeve. Jo që të na tregojnë neve dhe të na i kthej parat, po që të thotë që Ilir Meta nuk ka vjedhur aq sa mendoni ju. Ka vjedhur shumë herë më pak, bile e ka vjedhur dhe se ka vjedhur. Mos harroni se të gjithë spaku kështu, ë? Spaku është bërë pikërisht për të punë. Jo për të na dhënë neve drejtësi, po për të na hequr çdo mundësi për të marrë drejtësi. Vjen aty na Mashtrus, do të thënë, këta nuk e bën ata, e bën CIA. Jo, ato që e bëjnë, ata marrin çdo ne e bëjnë ato. Ne jemi ato që se këta e thonë me mburje, janë amerikanët aty do bëjnë namin. Amerikanët po t'ishin për të bërë namin, kishin 6 vjet kohë ta kishin bërë namin. Po nami i vetëm që duan të bëjnë ata është që difuzi parat buxhet. Një, e kupton? Dhe ta përdorin si platformë për shumë vende të tjera, ku mu të futin e të vazhdojnë sundimin e tyre. Pas çdo fjale që themi ne, ata bëjnë të kundërt. Unë do t'ju themi një gjë juve dhe këtë, dhe kjo është me prova absolute, që gjyqtarët e SPAK, domethënë të gjykatës së posaçme, GKK-s, janë plotësisht të ndikueshëm nga njerëz, domethënë nga persona të lidhur me shërbimin informativ, nga avokat të lidhur me Italinë, me Francën, me Gjermaninë, me Amerikën, me Francën, me Amerikën e tjera, që marrin
direkt dhe u do të them me shembull konkret. Në datën 23 kemi pasur një gjykim në padi direkte, domethënë i dëmtuari i akuzues quhet në gjuhën e ligjit, baznenit 59 kodit procedurës penale. Unë kisha bërë kundër një prokuror, prokuror, një nga më aktivët në krim. E kam bërë padin me që vetë gjykata dhe prokuroria e posaçme e kanë marrë disa herë në mbrojtje, bile në gjykatën e apelit kanë dashur ta zhdukin dosjen e tyre. E kanë futur brenda një dosje tjetër, gjasme që ishte gjykuar. E kuptoni të gjykuar? Po pra, edhe ç'a bën? Ben seancën e datës 23, që normalisht duhet ishte një seancë pajtimi, pasi kërkesa ime ishte për 60 milion lek të vjetra, do t'ja merra unë nga ato tona. 60 milion, po të vogla kështu, nga ato tona. 6.000 lekë. Edhe tashti, problemi nuk ishte se do i merrte Angel Luka, po të merrte Angel Luka ato 60, s'kan shans këta të mbajnë të tjera. Do kupton? Nga ana tjetër, gjithë to koti që i ke kërkuar këtyre dëshpërblime që kanë bërë këtyre dhe ato si çat takon. Ka ligj erdhi që. Atëre pa se diskutoj fare, por a ke marrë ndonjë nga Asnjë, ata i zhdukin të tëra. Dhe këtë po të shpjegoj unë tani. Në orën që unë kam vajtur për të bërë, domethënë që ka qenë orari për të zhvilluar seancë, orses bën, mend. Po me sa duket duhet futen tërë në burg këta gjithë. Apo 3 çerek. Edhe sa janë futur në burg, edhe sa duhet futen në burg domethënë. Edhe sa janë. Po shikojmë se gjysma apo janë gjysma. Po shikojmë mbase së shpejti do ky vit i ri. Po si mendoni, di marrë Angel lekë thoni? Ë? Pyetje koti. Përveç me nuk e di njeri këtë përgjigje. Jo, po më duket gjithë këto vite kur gjithë këto vite edhe një herë ta kam shpjeguar, gjithë këto vite unë kam qenë në gjendje të mjeruar dhe ata kanë bërë çmos, jo vetëm për të më lënë pas një kokër leku, pa miq, pa shok, pa familje tjetër, pas një provë që i kanë ata vetë. Ke shqiptarë shofti ato që ndjekin ato që mbështesin. Ke me qindra. Dhe pas një mundësi lëvizje reale. Dhe të gjithë këta llojet e maskarenjve, këta gazetarë që unë i shaj dhe i shaj me gojën plot, janë përdorur qëllimisht për të mashtruar njerëzit. Prokurorët grinjenin. Mos i shaj me gazetarë se fillojnë pastaj më shohin edhe mua me sy tjetër. Nëse kjo ndori kështu nga. Po ti përshëndetje. Unë i përshëndet. I puth dorën, i përqafoj, i lëdhatoj. Nuk është arsye se nuk ka pasur prova dhe unë nuk i nxirja dot. Po provat kanë qenë në dorë tyre dhe duhet kohë për t'i nxjerrë. Se nuk mund të marrësh, nuk mund të shkosh në ministri për shembull dhe ti thuash e dua unë këtë dosje. Do bësh një kërkesë, do merresh dosjen, do ta çosh prokurorin, do vlerësohet, do kalon gjykat dhe vetëm kur të bëjnë këto veprime ty të lindet drejta për të marrë atë që mund të quhet deri diku varianti i vërtet. E kupton? Tani në datën 23 kemi vajtur në seancë dhe unë kam konstatuar në radhë të parë që gjyqtarja nuk e kishte idenë se çka kishte dosja brenda. Sepse dosja bashkë me dosjen ishte edhe një disket. Domethënë një CD-ROM me audio regjistrime që kisha bërë unë vetë. Dhe ato ishin prova absolute e fajësisë së personit që unë kisha paditur. E kupton? Por nga ana tjetër, unë kam kërkuar pamje filmike të asaj dite, të kamerave të ambienteve, dhe të një dite afërsisht një javë më vonë, ku është konstatuar, sipas meje, se persona me lidhje me shërbimin informativ kanë marrë kontakt me sekretaren e gjyqtaris së kësaj seance. Dhe ajo vetë ju ka dhënë të tëra, do më ka marrë udhëzime prej tyre çat ti thoshte gjyqtares, çat të linde, çat të ishte, dhe çfarë duhet të bënte gjyqtarja që për të mos më dhënë parat mua, e degdisin dosjen, do më dhënë shpalli mos kompetencë, dhe degdisin në gjykat tjetër. Këtë loj bën për herë ata. Si të thashë unë para një jave, ata u shkarkuan 3 gjyqtarë praktikisht. U transferuan, do me thënë. U transferuan pse? Pikërisht pra që të mos bëni këto lloj veprime. Ti bën një lëvizje atë bën lëvizje tjetër direkt. Po pra, atyre u kanë vajtur prokuror. Mirë, ti hapa para apo janë ata hapa para? Unë jam 100 miliona hapa para tyre, por ata kanë atë që të thash unë. Kanë vendimmarrje. Tani, ai është dakordi që të të bëj një 5 pyetje që mi ka nis një shoqja ime. Por, të dëgjojmë.
Po do japësh përgjigje kështu siç duhet, ë? Si ti unë, jo si çdo ti apo si çdo. Jo, patjetër, s'po të fjalë, por përgjigje, jo, do të thënë jo kështu. Jo, dëgjoj, çaj. A është arrestimi i kryebashkiakut në detyrë si Erion Velia sinjal i vërtet se SPAK nuk ka kufi politik? Pra që është i paanshëm dhe nuk bën menjanime domethënë. SPAK për sot e për 100 herë, unë do t'ju them që është një instrument politik. Është politik. Në duart të huaja. Njerëzit nuk e konceptojnë si të tillë sepse mendojnë nga që SPAK ka goditur në të majtën e të djathtë kajet politike dhe njerëzit thonë që ai nuk është politik. Po politika e SPAK-ut nuk është për shkak të djathtës apo për shkak të majtës, po për shkak të huajt. Po këtë pse bën të huajt? Për me krijuar këtë idenë e besueshmërisë. Gjithmonë të huajt i kanë bërë. Jo, pse e bën në këtë formë pra që godasin. Për të nënshtruar për të marrë kontrollin mbi gjithçka. Pra për t'i dhënë edhe Erion Veliajt edhe pushteteve si lokale dhe qendrore që jemi ne këtu, ëh? Po diskutohet. Nuk ka lidhje me ne shqiptarë, me popullin e thjesht për t'i dhënë një mesazh besueshmërie për kredibiliteti që ja shi ne godasim edhe këta. Shiko këtu. Mënyra se si veprojnë ata ka për qëllim që publiku t'ju japi besueshmëri. Besueshmëri, patjetër. Në çfarë do lëvizje? Ata s'duan ta humbin asnjëherë atë, prandaj krijojnë edhe këto. Se ndryshe do dilin ledh që brenda muajit ata. Rasti i Belinda Ballukut, apo shkojnë drejt një përgjegjësie reale apo për abuzime me tendra politik? Pra me rastin e Ballukut, po duket sikur ka përgjegjësi. Atëre ti ndajmë një çik gjërat. Në vetvete në sytë e mi, sipas gjykimit tim. Nëse një tender e fiton Angeli apo e fiton Altini, nuk është shumë e rëndësishme. Jo, rasti si merren, pra kur ka abuzim. Prit. Ndërsa nëse për përcaktimin e këtyre tenderave dhe kësaj përparësie që nuk e mori Angeli po ja dham Altinit, sepse Altini pagoi rishtet. Ose është miku e tjetri. Kjo është tjetër gjë. Po pra, por ideja, a e shohim ne si ka një përgjegjësi që po shkohet drejt, ku diun, drejtësisë ose që të dëgjojnë që këtu. Goditet kjo abuzim. Sali Berisha ka 5 vjet që nuk dënohet, që nga momenti që u shpall non grata. Dhe Belinda Balluku s'dihet kur do dënohet, nëse do dënohet. Pra, po i soi do të zgjasë ky zinxhir gjatë. Këta kanë shumë herë më tepër zhurmë se sa punë. Po kjo zhurmë doja më dalë tek pyetja e parë unë, që në ka bëjë shoqja ime. Tani, për çfarë bën të zhurmë kaq madhe pra? Pra, që ti marrin në mbrojtje rrugë, nuk e kuptoni juve. Po jo, si pak më lart thej që edhe i thot atyre jep mesazh Erion Velia që ti nuk je këtu, jemi ne të zotët e kësaj, po si edhe i marrin mbrojtje. Edhe i marrin mbrojtje edhe ja mesazh. Po si më shpjegoj pak këtë pjesën që edhe e godasin që i thonë që ne jemi këtu zotët e kësaj gjoje, por edhe i marrin mbrojtje. Në radhë të parë nuk është absolute që ata do t'i marrin të tërë në mbrojtje. Se si marrin dot të tërë në mbrojtje. Por disa personas që kanë jo vetëm pushtet, po që kanë edhe prova të fajësisë së padronëve të tyre, nuk i prekin dot. Kështu që duhet ndihma jon që ata që puna të shkojë deri në fund. Të shkojë deri në fund. Shkojë deri në fund. Edhe do të shkojë, Se s'bën, shumë shpejt. Po se s'bën. A janë protesta qytetare një tregues si pakënaqësisë me ritmin e drejtësisë apo një presion ndaj institucioneve të reja të reformës në drejtësi? Ku janë këto protesta qytetare se si kanë para kohë? Seriozisht e ke? Shumë seriozisht. Si gjithani ka protesta. Shqipëria vuan vetëm për protestë për ujë, thotë. Po protestë për ujë, Adriatik Lapa që shkum takum ne atje, që shkum proteste lapet me 50 antar, protesta e PD-s mallështore që bën e PD-s me që mbron një kriminal, Saljan një që ka dalë takime sa ndej këtej. Një tjetër kriminal, po jeni në Tereziu, çfarë flisni? Po ç'është ky shtete që shkon proteston për të marrë në mbrojtje kriminal? Si ç'është ky muhabet? Po që jeni ku ta dhënë fare. Fare se po flas me kështu. Jo, kështu do flasim. Po kuptoni një gjë juve. Të tërë këta njerëz që shkojnë për të protestuar, thonë 35 vjet këta na engrën, tash shkojnë protestojnë me ata. Se ata kanë vjedhur e bashkë. Po, sa e bukur ishte kjo. Kanë vjedhur bashkë. Të tërë ata që shkojnë pas Sali Berishës kanë marrë nga Sali Berisha. Dhe i japin Sali Berishës nga ajo pjesë që kanë ruajtur. Dhe sa për të jeni me që Rallafi, të jeni të sigurt që SPAK po
po punon për ta ricikluar Sali Berishën dhe Ilir Metën. Për ta rikthyer prapë? Për ta ricikluar. Për ta rikthyer, të kthehet prapë? Domethënë, amerikanët po kërkojnë kaos. Edhe se janë të shantazhueshëm nga Sali Berisha. Si kaos, këtë kaos shkruaj? Njerëz të Sali Berishës, sepse Sali Berisha dhe Ilir Meta kanë pasur jashtëzakonisht shumë njerëz mbështetës në shërbimin informativ. Janë shumë sa i Rama sot? Tashti pushteti, pikërisht kjo po ndodh ndarja e pushteteve apo ribashkimi i pushteteve midis tyre. Si ribashkimi? Tani po ndahen apo po ribashkohen? Po ribashkohen. Po bashkohen prapë? Po. Të bashkuar kanë qenë, po bashkohen, më qëndro pak tu, më the shumë gjëra për pak sekonda. Dhe këtë kaos në Shqipëri, po duan amerikanët the. Po... Kaos jo detyrimisht do të thotë kaos që do ketë lufte, do ketë përplasje. Kaos politik. Ky është kaos që ti nuk e kupton dot nëse Sali Berisha është për të dënuar apo është për të shpëtuar. Kakofonik të kaos shumë e kuptojmë, po thash mos kishte në gjë si puna ICNI dhe gjëra të tilla. Sali Berisha dhe Ilir Meta kanë vënë në funksionim njësitë kriminale brenda Shqipërisë, që janë të përfshirë edhe në vrasje. Aktualisht tani? Janë tani në këtë moment. Aktualisht. Domethënë këto 1 vit apo 2 vjet të fundit. Jam brenda ty, Po, dhe gjithë kjo vjen për shkak të veprimit të mbrapsht dhe qëllimisht të mbrapsht të amerikanëve. Të italianëve, të francezëve. Po mi më Ore, nuk e kuptoni ju. Po dal po ke njëta pyetje pa më që nuk e kuptoni ju ata. Po bëj gjithë kaos, gjithë gjë ti thu prapë do të bëjmë ne këtë gjë thua. Po jam unë këtu, jam akoma unë. Shikoni. Dëgjoni. Qëllimi i tyre është që të mbajnë në pushtet ata njerëz me të cilët kanë mbajtur pushtetin deri më sot. Kush janë ata? Sali Berisha, Ilir Meta, Edi Rama me shok. Pse Edi Rama me Ilir Meta janë shokë? Si ke ka pyetje? Në hajdutëri janë shok, në të tjerat e kanë kështu. Okej, do të bëj pyetje të bukur. Këtë llokmën më mirë ta marrun si zati. Do të bëj pyetje të bukur fare. Tani po nga kjo shoqja ime që ti ke shumë merak te këtë si pyetje, si çështje, si temë. Si komenton përplasjet mes SPAK dhe institucioneve të tjera si Kuvendi apo KLG, a rrezikohet pavarësia e drejtësisë? Pse ka me të vërtet pavarësi drejtësia? Pse jo? Jo. Dhe pikërisht prandaj vijnë këto përplasje. Sepse shumë nga veprimet e SPAK-ut natyrshëm nuk janë të drejta. Dhe prandaj ata të tjerë gjejnë hapësirë për ta sulmuar. Pra, po këto e lejnë qëllimisht edhe hapësirën për të sulmuar? Amerikanët e lejnë qëllimisht. Je shumë i thellë, por je shumë kështu. Jo, s'ka për thellë. Po jo, mos si ti jesh i sigurt që çdo veprim që bëjnë këta, edhe veprimi që u arrestua apo do arrestoi Balluku dhe Edi Rama nuk e la dhe shkoi në kushtetuese ka qenë paraprakisht e llogaritur. Para llogaritur nga amerikanët. Nga amerikanët sigurisht. Po mirë, ato amerikanët e tjerë të mirë që ne kemi thënë. Ku ka amerikanët të tjerë të mirë? Amerikanët e tjerë të mirë janë në shtëpinë e tyre, si janë këtu. Po pse po i miku jon që çon të emailët ty për shembull, nga zyra vet. Kush? Trumpi për shembull. Po Trumpi po të ishte me të vërtet miku im, këtë probleme zgjidhe brenda sekondës, se ato para që kërkoj unë më jepte edhe nga xhepi i tij. I thoshte ti s'po bë vetëm për para këtë gjë, edhe një herë. Unë nuk po e bëj për para, po që të zhbllokohet kjo situatë, unë kam nevojë për para. E kupton? Domethënë, nëse unë do kisha a që rëndësishme është paraja edhe në këtë mes? Po është domosdoshme për të bërë një punë. Para bëhet e gjithë kjo më. Jo, nuk bëj, shiko këtu. Jo, tek ata. Këto janë të ndërthurura me njëra tjetrën. Unë që të marr parat, më duhen para, se unë nuk shkoj asnjë dot. Nuk bëj dot asnjë veprim. Unë nuk hyj dot në një studio televizive. Si është ajo? Atë që nuk e ble paraja, e blen paraja. Po paraja e blen paraja është ajo gjë. Domethënë, këta të ambasadës amerikane janë totalisht në vartësi të tij. Asnjëri nuk guxon dot aty që do thotë jo presidentit. Presidentit. Edhe tani janë tani. Nuk mendon se aty ka të nga këto. Ore mund të ketë, po zyrtarisht asnjëri nuk guxon aty të thotë jo. Po mirë, po thonë shqiptarët thonë tani ka politik tjetër, nuk është më Bidenit, nuk është më ambasada. Politika në Shqipëri nuk e bën Trumpi, e bën CIA. Ndoshta e bën edhe në Amerikë CIA, po jo. Edhe në Amerikë e bën CIA. Pyetja fundit.
pas këtyre goditjeve të bujshme ndaj figurave të larta, a mund mos janë bujshme, flet gjithë dynjoja edhe në Amerikë flasim për këto goditje. Po. Ndaj, po ti e lexo si dush. Pas këtyre goditjeve të bujshme ndaj figurave të larta, a mund të flasim për një fillim të fundit të pa dëshkueshmërisë në Shqipëri? Pra, një fillim të fundit. Edhe një herë dëgjoj këtu. Pandëshkueshmëria do të marrin në fund dhe është një proces që pavarësisht luhatjeve, kthesave e tjera ka filluar, po ti jeni sigurt që këtë nuk e bën Klodian Bravo. Jo, mos e thuj kush e bën. Mos e thuj. Jo, e kam fjalën që kjo lëvizje do të fillojë në momentin që do dënohet ai vet dhe do dënohet Altin Dumani. Po su dënuan ata, nuk ka lëvizje për ndëshkim të pafajësisë, të pandëshkueshmërisë. Ti mendon se do vi dita që do t'i lëshojnë edhe këto ata? Nuk do t'i lëshojnë, do t'ja marrim, do t'ja marri ligji. Ne do kërkojmë kanë ata në dorë më. Jo, se kanë ata në dorë, po ky është gabimi kryesor i njerëzve në Shqipëri artiçun. Që thonë, po ata janë të fortë, po ata kanë pushtetin, po ata kanë, e kanë ata. Po e kanë për shkak të frikës së qytetarëve. Momentalisht. Po pra, e kanë. Deri në momentin që ne të çohemi. Po, kur qytetarët të çohen dhe të çohen jo për të shkuar pas Ali Berishës, pas Edi Ramës e më të thash, atëre kur një popull që kërkon me të vërtet lirinë dhe që është të paktën koherent me veten e vet, ortiçun. Ti po ankohesh se 35 vjeç ke vuajtur. 35 vjet ke vuajtur. Ke vuajtur nga kush? Nga unë? Unë e kam pasur fajin 35 vjet. Se na thënë rrok tani është dita e fundit, data 30. Po gëzuar do ta themi ne. Tani edhe pra politik na keni çat rrasë gjithë jo Altin Dumani, jo Klodian Bravo, jo Ilir Medha, jo ti e ke fajin se unë praktikisht kur të thjera të thash. Po të bëjmë prit, unë të thash që dua të bëj një intervistë që të dëgjojnë njerëzit saktësisht çfarë mendoj unë për prokurorë dhe gjyqtarët e korruptuar, domethënë për të ndarë kategorinë midis atyre që thjesht kanë marrë shfet dhe atyre të tjerëve që janë kriminal të mirëfillt, janë gjobvenës deri në nivelin më maksimal të tyre. Dhe do ta them me emrin, Ardian Braho është njëri prej njerëzve që hyn e del në prokurori. Kene pyetje? Është njësh. Jo, faleminderit. Që ndikon për ditë. Ishte mbyllë më bukur e mos falos. Që ndikon për ditë dhe është një person që ka dalë me zë dhe me figurë që ka hedhur gjop. Ne nuk është se vuajmë për këtë pjesë që ne të na thon fjalë të mira i dove mreti edhe jo vetëm, por janë gjëra që ne na motivojnë për me ecë përpara. Jo si ne nuk do ta bëjmë këtë gjë që po bën, si unë edhe Angeli më shumë, për këtë në këtë pikë ku është ka qenë edhe çik ftohtë këtë ditë. Po ka qenë shumë ftohtë. Por pse jo, është ajo që tha Angeli në fjalitë e fundit që momenti që ne zgjohemi, momenti që ne flasim, momenti që ne ngrem zërin, kërkojmë atë siç kanë atakuar, atë siç kanë thotë ligji. Të jeni të sigurt që do të bëhen guximi malëzor për veten tonë, se ne nuk kemi asnjë lloj interesi realisht. Guximi, po jemi njerëz që frymojmë, jetojmë dhe ushqehemi në këtë vend dhe mos ikin edhe ne siç kanë ikë shumë njerëz, vëllezër tanë, njerëzit tanë, miq tanë që sot të vënë po e braktisin dhe po vinë nga shtetësitë tuaja dhe nesër nuk do të quhet më as Shqipëri, Guximi i harbutit shtohet nga frika e viktimës së vet. Ky popull është viktim dhe ky popull vazhdon i jep, domethënë i jep nxitje harbutërisë së kriminalit. Ti diku sikur është shtyr vetë valla. Po vetë shtyr. Në vërtetë prapë unë po marr guximin ta them që ka një fije shpresë dhe duhet ta besoj këtë gjë për shkak se ajo që unë e bëra edhe me ironi me ato format e mia që bëj vazhdimisht të ngacmoj, ajo siç ka thënë që protestat e këtyre janë zhbër. Pra deri ku duket që populli ka arritur ta kuptojë. Berisha do të thonë kush ka qenë Berisha me çfarë punë. Ky është hapi i parë në vitin 2020 veta në qendër. Në vitin 2008-2009 kur viste me të katra duar Sali Berisha dhe pasuritë e mia, ashtu dhe. Dhe mbi të gjitha i nxitur nga italianë, nga francezë dhe nga amerikanët kërkonte të merrte edhe jetën. Dhe ata e promovonin sa më shumë, siç promovojnë Ramës sot. Ka sulmuar më shumë kohën e Berishës dhe kohën e Ramës tani. Njësoj. Po atëherë ndoshta një çik më pak sepse unë isha me të vërtetë jashtëzakonisht i dobët. E thoshin, se sot për sot nesër është. Ndërsa
sa më shumë unë mbledh prova dhe sa më shumë ata ndjenjë rrezikun, aq më shumë agresiv bëhen kundër meje. Engjëll, të falenderoj shumë, të kesh shëndet, të kesh jetë. Dhe që e the ti, se i tham në gëzuar vitin e ri, tani gëzuar vitin e ri, dhe të shtoni ndërgjegjen brenda vetjes tuaj që shpëtim për frikacak nuk ka. Të gëzoni shëndet, bani njëri tjetrin, nëse se keni, riktheuni te njëri tjetri, se është shumë e rëndësishme të rikthehemi te njëri tjetri. Janë dy fjalë të arta. Siç duhet. Janë dy fjalë të arta. Zoti do guximtarët dhe fitoria do përgatitjen. Domethënë, nëse je i guximshëm, Zoti të ndihmon. Po. Por që të arrish një fitore, do përgatitemi. Duhet të jesh i përgatitur. Hajde përgatitemi. Miq, keni shëndet, keni shëndet, të Zoti. Gjithashtu Aldin. Jepi shqiptarëve sy. Faleminderit. Se çaj ju përshëndesim, takohemi 2026. Qoftë të kemi të reja edhe nga kanali se jemi duke punuar shumë me pikatore. Ju përshëndes, jeni mirë.